Hello, mi mbrëma, ju e si jeni? Sonte kemi post Big Brother episodi i parë. Dje kemi qenë deri vonë natën, unë akoma s'ka marrë vetën nga dje. Sot pas postit do më duhet të iki të fusi dushe. Por do ta ndjekim bashk dhe gjatë publicitetit do futem në live për ta komentuar, për të komentuar debatet që do ndodhin dhe do më ndihmoni në këtë gjë se dua të jeni aktiv. Më treme. Si fsha kurve që na hape gërbjen. Isha o zoti marë. Studio e Big Brother. Wow. Kjo është një lloj dashni që na prish. Kjo është një lloj dashni që na prish. Të tmerrshme. Të keqe. E parë njërë kam patur shumë probleme me gjinimin. Shpirti im sa i mirë. S'është e vërteta. Aman, po të gjejmë këto. Por u mundova që 24 orët e para nuk kam prekur telefonin në dorë, sa i mirë që e ka. Për veten time. Mashallah. Hallkat kryesore të rrugtimit të ju të dyve. Një hallk që Miri vendosi ta çonte deri në fund, para se dilte nga shtëpia. U shtride një herë tek ai krevati. Ç'është e vërteta, më vjen keq që dëgjoj nga Mateo sot këtë, sepse kur është shpyetur brenda shtëpisë, përgjigja ka qenë, nëse nuk e fitoj unë, patjetër do doja ta fitonte Selini për lojën që ka bërë. E ka thënë këtë për lojën, nëse se fitoj unë, dua ta fitoj Selini, po e kam thonë në midis të katërve, e rithëm. Edhe unë sot kam ardhur me atë shprehjen që na ka ndikur në kush ka të drejtë, Selina po Mateo? Kështu që dua vërtet që ta zhvilloj këtë edicion, por që mendoj që tjetër dëshira dhe emocionet që të lidhë do viken gjatë se keni gjumë Mateo mos më fol. Shef kam pas me fitu Mateo, por që edhe Selin besoj që e ka merituar me gjitha sulmet që i ka hëngër dhe gjitha gjanat që i kanë thënë Selina. Kështu që unë unë e pyeta Mateo pse duhet ta fitonte Mateo dhe çfarë loje kishte bërë Mateo, meqense tha që Selin s'ka bërë lojë. Ka të drejtë Monika. Për shumë të tjerë, po për Selin nuk mund të thush që s'ka bërë lojë. Ka sa të gjë. Pavarësisht me Ka të drejtë Monika. Do jem te podi. I thoje Mateo që do ta di Më fal, mos sapo i tha Ledioni që Rogerti që ke probleme me Bixhozin ti, se unë s'kam probleme me Bixhozin. Kuptove dhe ke ikur nga studio me një tërsëllëm as kumdenje deri në fund të finales dhe pastaj Okej, që nga viti binjakëve në të vërtetë. Si Brekena për me kanë finale. Kam si të dua si njësoj ty si Brekenën për atë që thua. Jo. Kam se si të dua njësoj. Ti s'ke dashur njësoj se noshta ti e prek na punë me çka kam thënë unë, edhe kjo ishte diçka që ti profesionaliteti është prek. Ti po këtu unë jam prek pra nga ty. Unë jam prekur nga ty. Unë jam prek nga ty, ti je prek nga unë. I ti shteti është i prekur nga budallëqet me ok që ti ke thënë gjatë këtij sezoni. Po me lopata. Po, me lopata, Se ishte broma. Po konsiderimin atje, a është me na kornizave të lojës? Kush? Se nuk më përjashtoj vllai i mall mu. Na thuj fije. Ore, unë nuk jam vllai i mall. Po ja pra po tëm. Po ti përfaqëson një nga fenomenet më të rëndësishme që është moderatori i vllait mall. Ti o dim që nom nga shtëpia si nas kush. Mos rritur na shitnu. Prezantuesi nuk është fenomen. Pranohet me palavra mar vlla. A pranohet se unë se di shqipën. Po mirë, ti. Palavra mar vlla, mos na shitne këtu. Po ti çanolla ti